Më thoni a ju ndodh edhe juve kjo gjë. Neve sa herë që dalim xhiro të gjithë si familje, një herë në javë, kur kemi kohë, që jemi pushim dhe nga puna edhe nga shkolla, do shkojmë në një vend të gjithë bashkë. Kuptohet që në restoran do ham të gjithë bashkë, po në vende të tjera nuk na pëlqejnë të njëjtat gjëra. Tani, djali me burrin siç e patë shkoi që të lozin në këto lojra të gjitha me kompjutere, kështu që unë nuk i kam qej fare edhe nuk dua të rri atje. Ndaja edhe i lash ata të dy, edhe i ka mora dyqanet me radhë, ça të bëja, vajta bleva disa gjëra që nuk më duheshin, po tani për një femër duhen gjithmonë në rroba të tepërta. Edhe pastaj ja shkuam siç u thash të gjithë bashkë në restorant. Unë me burrin morëm këtë mire thashë pene, po ishin njëra ishte me djegës, tjetra ishte pa djegës, edhe ishte me pesto dhe me pulë. Shumë të shishme, djali mori pica. Pasi hëngrëm, pastaj ja u kthyem në shtëpi të gjithë bashkë si familje. Djali dhe burri aty po kërcejnë, edhe morëm me vete edhe ëmbëlsira që të ham në shtëpi, se nuk të bëjmë dot pa ëmbëlsira.